Ari i humbur i Shqipërisë, grabitje shtetërore, mister tranzicioni apo dosja që askush nuk guxoi ta hap deri në fund? Në historinë moderne të Shqipërisë ka pak çështje që përmbledhin me kaq forcë errësirën e shtetit, frikën e qytetarëve, arrogancën e pushtetit dhe kaosin e tranzicionit sa dosja e Arit shqiptar. Është një histori që nis me dhunën e regjimit komunist mbi popullsinë, vazhdon me mungesën e transparencës së aparatit shtetëror dhe mbytet më pas në mjegullin e viteve të fundit të diktaturës dhe të fillimit të pluralizmit. Në thelb të kësaj historie qëndron një pyetje e tmerrshme: ku përfundoi Ari i shqiptarëve? Pretendimet historike janë tronditëse. Pas vitit 1944, sipas të dhënave që qarkullojnë në dokumente, dëshmi dhe debate publike, nga popullsia u sekuestruan sasi marramendëse monedash Ari. Nëse këto llogaritje janë të sakta, diferenca mes asaj që u mor dhe asaj që rezulton e futur realisht në thesarin e shtetit është kolosale. Vetëm ky hendek ngre dyshimin për një operacion të madh zhdukje, përvetësimi ose devijimi pasurie nëpër masa historike. Por këtu nis problemi i madh. Në Shqipëri, pothuajse çdo gjë dihet nëpër zëra, pak gjëra provohen me dokumente të plota, dhe akoma më pak çështje ndiqen deri në fund. Ky është thelbi i tragjedisë shqiptare. Jo vetëm mundësia që Ari të jetë zhdukur, por fakti që shteti shqiptar nuk ka qenë kurrë në gjendje, ose nuk ka dashur, të japë një bilanc të plotë, të pastër dhe të pakundërshtueshëm. Nëse sekuestrimi i Arit pas vitit 1944 ishte grabitje e legalizuar me emrin e pushtetit popullor, atëherë vitet 1988, 1989 dhe lëvizjet valutore të kohës ngjajnë si kapitulli i fundit i një sistemi që po shembej, por që pararënjes mund të ketë tentuar të shpëtojë kapitalin në mënyrë të fshehtë. Pikërisht këtu hyn dyshimet më të forta: transferimet jashtë vendit, kambizmi, bankat e huaja, firmat e errëta, kanalet paralele dhe mundësia që një pjesë e pasurisë kombëtare të jetë larguar nga Shqipëria jo për interes publik, por për interesa të ngushta të elitës së pushtetit. Në këtë pikë, çështja nuk është më vetëm ekonomike. Ajo bëhet thellësisht politike dhe morale. Sepse nëse Ari i marrë nga qytetarët me dhunë nuk përfundoi në shtet, por u zhduk në rrugë të padukshme, atëherë kemi të bëjmë me një nga format më të rënda të krimit shtetëror ndaj vetë kombit. Dhe nëse në vitet e fundit të diktaturës një pjesë e tij u transferua jashtë Shqipërisë për të ushqyer strukturat e errëta financiare, atëherë tranzicioni shqiptar nuk ka nisur me pluralizëm dhe konkurrencë të ndershme, por me kapital të fshehur, me pasuri të devijuara dhe me themel të kalbur. Kjo do të shpjegonte shumë çka. Do të shpjegonte pse tranzicioni shqiptar prodhoi aq shpejt pasuri të pashpjegueshme. Do të shpjegonte pse disa struktura ekonomike u ngritën me shpejtësi marramendëse. Do të shpjegonte pse Shqipëria e viteve 90 nuk u duk si një vend që po niste nga zero, por si një vend ku disa njerëz kishin marrë avantazh shumë kohë më parë në errësirën e sistemit që po binte. Por këtu duhet ndalur me ndershmëri, dyshimi nuk është provë. Dhe kjo është pika ku duhet treguar seriozitet gazetaresk dhe intelektual. Shumë nga ato që janë thënë për Arin shqiptar janë pretendime, dëshmi të pjetshme, indicie, mospërputhje shifrash dhe interpretime politike. Ato janë mjaftueshëm të rënda për të kërkuar hetim të thellë, por jo mjaftueshëm të plota për të shpallur përfundim absolut. Pikërisht kjo e bën çështjen edhe më të rëndë, jo sepse gjithçka është vërtetuar, por sepse ka aq shumë hije, boshllëqe dhe kontradikta saqë mungesa e një të vërtetës zyrtare bëhet vetë një skandal. Uzina e Rubikut, transferimet e dyshuara në Zvicër, emrat e kompanive të errëta, komisioni parlamentar i vitit 1992, mospërputhjet mes prodhimit, sekuestrimit dhe inventarit real të thesarit. Të gjitha këto formojnë një panoramë që nuk lejon tallje, heshtje apo relativizim. Mund të mos kemi ende provën përfundimtare për çdo ton art të pretenduar, por kemi diçka po aq të rëndë, prova të forta se shteti shqiptar ka operuar për dekada pa transparencë, pa llogaridhënie dhe me boshllëqe të frikshme në menaxhimin e pasurisë kombëtare. Dhe këtu ngrihet pyetja më e dhimbshme nga të gjitha. A u vodh vetëm Ari, apo bashkë me të u vodh edhe vetë mundësia e Shqipërisë për të nisur ndryshe? Sepse Ari nuk është vetëm metal. Ari është rezervë, siguri, stabilitet, themel ekonomik. Në një vend të varfër si Shqipëria, një pasuri e tillë do të kishte peshë historike. Nëse ajo është zhdukur jo vetëm një vlerë materiale, por një pjesë e së ardhmes së vendit. Kjo është arsyeja pse kjo çështje nuk duhet trajtuar si legjend kafenesh, as si teori komploti e lirë. Duhet trajtuar si dosje shtetërore e klasit të parë. Me arkiva, me inventar, me krahasim dokumentesh, me emra, me firmëtar, me përgjegjësi institucionale, me hetim financiar ndërkombëtar aty ku është e mundur. Në çdo shtet serioz, një dyshim për qindra ton art të zhdukur do të ishte çështje kombëtare. Në Shqipëri, kjo ka mbetur prej dekadash mes artikujve, kujtimeve, zërave dhe gjysmë heshtjes. Dhe ky fakt në vetvete është akuzë e rëndë ndaj shtetit shqiptar të dieshëm dhe të sotëm. Sepse kur një komb nuk di t'u jap përgjigje pyetjeve mbi pasurinë e vet, mbi thesarin e vet dhe mbi grabitjen e mundshme të vet, atëherë nuk kemi thjesht krizë dokumentacioni. Kemi krizë themeli. Dosja e Arit shqiptar mbetet një nga misteret më të mëdha ekonomike e politike të Shqipërisë moderne. Por më e rënda nuk është vetëm mundësia që Ari të jetë zhdukur. Më e rënda është se për dekada të tëra, askush nuk e çoi të vërtetën deri në fund. Dhe në Shqipëri, shpeshherë, ajo që nuk zbardhet, nuk është thjesht neglizhencë. Është mbrojtje.